në prezidentin? Unë nuk e kam përcjell debatin, po ju them sinqerisht, kështu që nuk e di saktësisht për çka e keni fjalën. Ajo që dua të them është që pretendimet e tij janë komplet të pavërteta. A e pati një opinion? Nuk është opinion, ato kanë qenë shpifje të pastra, por pastaj se çfarë debati ka pasuar nga ato shpifje tutje, unë nuk kam pasur mundësi askohë ta përcjell, mirë po qëndrimet e tij kanë qenë shpifje. Prandaj po them që kjo ka mundur ta sillat kontraefektin e përplasjes euroamerikane, që është shef zonën e presidentit. Unë ju thash që unë flas me lider evropian. Tash me gazetarët unë nuk mund të pajtohem gjithnjë, sepse shqyr që kemi mendimin e lirë dhe këtu në Kosovë dhe Gjetiu, natyrisht që kabineti im në çdo moment kur ka shpifje dhe të pavërteta ata reagojnë, dhe aty ka pas shpifje dhe të pavërteta, ofendime jashtëzakonisht të ulta. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ajo shpreh ndonjë qendrim evropian. Përkundrazi, unë kam biseduar personalisht me lider evropian, të cilët e para e mirë kuptojnë tërësisht qëndrimin e Kosovës dhe e dyta e mirë presin tërësisht qëndrimin e Kosovës brenda bortit të paqes, sepse e din shumë mirë që Kosova kështu fuqizohet ndërkombëtarisht. Dhe këto shtete nuk janë armiq të Kosovës që mos t'ia dëshirojnë Kosovës fuqizimin në nivel ndërkombëtar, përkundrazi dëshirojnë